Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së shigjetarit. Uroj të jeni mirë, do bëjmë një mesazh për ju dhe ai është faqe e shpatës. Për ty që je shigjetar, kjo letër është si një shpirt i ri që ka dalë në kërkim të kuptimit të thellë. Ti nuk mjaftohesh me sipërfaqen, brenda te digjet gjithmonë një etje për të mësuar, për të kuptuar më shumë, për të parë për te asaj që duket të dashur shigjetar. Faqe e shpatës të fton të ndjekësh këtë kurreshtje të mbrëmshme, por me vetdije. Mund të ndodhet përpara teje një vërtet që të sfidon, një ide që të shtyn të mendosh ndryshe, apo një rrugë që të nxit të flasësh më hapur. Dhe ti e gati, jo sepse i di të gjitha, por sepse i gatshëm të mësosh pa frikë. Kjo letër të kujton gjithashtu fjalët janë fuqi. Përdori për të ndriçuar, jo për të mbrojtur egon. Mos haro të dëgjosh, jo vetëm të flasësh, dhe mbi të gjitha mos u trëm nga pyetjet që të bëjnë të ndalesh. Aty fshehet rritja. Ti nuk je vetëm udhëtar i rrugëve të largëta, por edhe kërkues i thellësive të vetes. Dhe tani është koha për të ndjekësh këtë thirrje, për të kuptuar më shumë, pa u ndalur, çfarëdo që jeni kurreshtar, kurioz në gjërat që po ndjeni apo po i shikoni, bëni hapin për të ndriçuar ato, për mendjen e juaj, për veten e juaj, të dashur shigjetar.